Shoqata kulturore Saliçeka në Zvicër festoi Darkën e Lamës. Në Shofkan, shoqata humanitare kulturore Saliçeka organizoi tradicionalisht Darkën e Lamës, një festë e falënderimit e ripërtëri nga presidenti historik i Kosovës Ibrahim Rugova. Në sallën e mbushur me mërgjimtar nga Zvicra, Gjermania, Franca dhe Kosova, atmosfera ishte e ngrohtë. Ceremoninë hapë sekretari i shoqatës Çamil Çeku me lutjen tradicionale të Rugovës, ndërsa moderatori ftoi kryetarin e shoqatës Saim Tahira që përshëndeti mysafirët dhe theksoi rëndësinë e bashkimit mërgjimtarëve. Pjesëmarrës të nderuar ishte edhe konsulli i Kosovës në Zyri, Vikan Berisha, luftëtar të lirisë, veprimtar të quart komunitetet, programin përfshiu dhe raportin vjetor të shoqatës nga arktari Muhamet Krasniqi, ku evidentuan aktivitetet humanitare, kulturore dhe edukative, ndihma për sëmurët, financimi i ekspozitave, votimi i librave. Kryetari Tahira e ftoi të pranishmit të shijonin gatimet tradicionale shqiptare të përgatitura nga gratë e veprimtarëve, ndërsa atmosfera u pasurua me poezi nga Muhamet Ymeri dhe muzikë autoktone nga vëllezërit Binjak Sami, Avni Ali Musaj. Darka e Lamës është një traditë e lashtë falënderimi që lidh komunitetin shqiptar në diasporë me rrënjët e tij kulturore dhe historike.